Është hequr shkëmbi i cili rrezikonte të shembej në rrugën nacionale Burrel Klos në vendin e quajtur Porroj Keçit. Autoriteti rrugor shqiptar ka kërkuar firmës mirëmbajtëse largimin e masivit shkëmbor, i cili ishte gati në shembje. Reagimi erdhi pas kronikës së transmetuar pak ditë më parë në Ma Televizion, ku banorët të zonës ngritën shqetësimin e rrezikut të këtij masivi shkëmbor, i cili gati të shembej. Ndërhyrja është bërë këtë të njëjtë ku mjetet e firmës mirëmbajtëse të rrugës Skura e Peshkopi në bashkëpunim me policinë rrugore e cila menaxhoi qarkullimin, bën të mundur largimin e masivit shkëmbor, duke eliminuar një rrezik potencial për të gjithë përdorësit e rrugës nacionale Burrel Klos. Vendi ku ndodhej masivi shkëmbor gati në shembje ka qenë problem kohë të fundit, pasi edhe më parë ka patur shembje për shkak të formacionit të dobët shkëmbor që ka kjo zonë dhe pranisë së vazhdueshme të ujit. Po ashtu gjatë ditës së sotme kompania ka bërë të mundur edhe prerjen e disa pembe të thata në fshatin Shoshaj, të cilat rrezikonin të binin mbi automjetet që lëvizin në drejtim të Klosit apo Anasjelltas.